Tek hadithi ku pejgamberi alayhis salam thotë te ku Musa wa rum aktharun nas, në një transmetim tjetër transmetohet se Amr ibn al-Asi radiallahu anhu ka thonë, pasi që e paske dëgjuar këtë pejgamberit alayhis salam, i ka thonë atij sahabiut tjetër i cili e ka transmetuar këtë fjalë se kur do të ndodhe kiameti do të shtohen romakët, thot pasi që e paske dëgjuar këtë prej pejgamberit alayhis salam, unë po t'i përmendi disa cilësi të mira që i kanë romakët. Kush po thot kështu? Amr ibn al-As, shoku i pejgamberit alayhis salam, i cili e ka çliruar Egjiptin. Amr ibn al-As është prej njerëzve që e kanë çliruar Egjiptin. Do thonë njeri i madh. Mirë po përsëri e ka ditë me vlerësu armikun, ha? Thot pasi po thu kështu, dije se romakët i kanë 5 cilësi të mira. Thot e para është ehlamun nasin dhe fitne. Janë njerëz të butë kur ndodh fitneja. Kanë butësi. E dyta është esrahum ifaqatan ba'da musibe. Janë njerëz që pas musibetit sprovës më së shpejti ngriten kom. I zdron sprovën prap çohen kom. Për romakët po thot, për perëndimorët në përgjithësi. Dhe ju analizonin luftën e dytë botnore, u shkatruan komplet prap u çon kom për një kohë të shkurtë. Më thon ky vlerësim i Amr ibn al-Asit që ka sahih. Wa awshakuhum karratan ba'da farra, dhe njerëz të cilët pas humbjes në luftë kthehen përsëri. Do të thonë nuk dorëzohen, humbin prap kthehen, prap luftojnë. Wa khairuhum limiskin wa da'if wa yatim, edhe kujdesen për të varfrit, për jetimin dhe për dobtin. Do të thonë kanë kujdes. Amr ibn al-Asi po i thot këto fjalë. Edhe thot e kanë një cilësi tjetër që është po ashtu e mirë, nuk e durojnë padrejtësinë e mbretërve. Nëse udhëheci është i padrejt, nuk e durojnë shumë. Nuk e durojnë. Amr ibn al-Asi po thot për perëndimorët se i kanë këto cilësi të mira. Kur ja përmendi këtë hadith.